Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Të gjitha falënderimet dhe lavdrimet siç dëhari takojnë Allah te baraka wa taala. Paqja dhe mëshira Allah qoftë mbi pejgamberin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme fisnike, mbi shokët e tij të rima dhe besnik, dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj e falenderojmë Allahun xhalla wa ala edhe një herë për këtë mundësi që na ka jap me mbledh, edhe me kujtu Allahun xhalla wa ala në këtë kohë të provave dhe të fitneve, ku shumica e njerëzve janë dalalet dhe janë devijim, edhe janë rrugë të gabuara. Falenderojmë Allahun xhalla wa ala i cili prapë na mundson her pas here, javë pas javë, ditë mas dite, me u taku me njërin tjetrin dhe me përkujtu Allahun xhalla xhelaluhu. Po vazhdojmë me lejen e Allah te baraka wa taala me komentimin e këtij kapitulli nga Sahihu Imam Buhariut, Allahu mëshiroft, e çështë etika dhe mirësjellja. Aty ku kemi mbete në kapitullin numër 37, cilën Imam Buhariu, Allahu mëshiroft, e titullon me një ajet të surës An-Nisa. E këtë ajet e kena përmend në dersën e fundit. Thot Allahu xhalla wa ala: "Men yashfa' shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, wa men yashfa' shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha, wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita." Ka të bëjë me ndërmjetësimin në këtë dynja, ndërmjetësimi i njerëzve tek njerëz të tjerë për njerëz të tjerë. Dhe kemi treguar që kjo është prej sevapeve më të mëdha që mund të marrë një njeri, për veprave që Allah azza wa jall më shumë të i don. Kur një njeri ka nevojë për diçka, e ti ki mundësi me ndërmjetësu për të dikush që është më i lartë dhe mundet me ia plotësua dëshira edhe atë nevojë, atëherë këtë dohet me bëu. Allahu xhalla wa ala thot: "Kushdo që bën një shefat mirë në këtë dynjë, ka shpërblim te Allahu xhalla wa ala. Edhe kushdo që bën një shpërblim të keq, ai ka pjesë apo hisën në atë gjuna." Allahu xhalla wa ala është i gjithë pushtetshëm. I ruan këto vepra, i shënon këto vepra dhe pastaj njerëzit i merr në llogari për to. Te ky shefat hin edhe shefati i duas, e që është lutja Allahu xhalla wa ala për besimtarët. Lutja për çështje dynjas dhe për çështje të ahiretit. Nëse dikush bën dua për vllahun e vet musliman, te Allahu xhalla wa ala pa e ditë ai bën shefat te Allahu xhalla wa ala për ta. E din që dikush ka nevojë për martesë, e lut Allahun xhalla wa ala që më mundësua atij martesën. E din që dikush ka nevojë për fëmijë, e lut Allahun xhalla wa ala që atij më mundësua me pas fëmijë. E din që ai ka nevojë për çka do për çështjeve edhe nevojave të kësaj dynjas, e lut Allahun xhalla wa ala për ta, atëherë Allahu xhalla wa ala padyshim që e shpërblen lutsin. Një hadith e sjell Imam Buhariu, Allahu mëshiroft, te ky në kapitull, që është hadithi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, i cili po përsëritet, është përmend edhe në kapitullin më përpara, në kapitullin e fundit. Thot Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Kana idha atahu as-sa'ilu aw sahibu al-haja qala ishfa'u faltu'jaru." Kur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka ardhur dikush që ka kërkuar diçka prej tij, dikush që ka pas nevojë për diçka, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka drejtu sahabive edhe ju ka thonë: "Ishfa'u faltu'jaru." Bani shefat, ndërmjetësoni për këtë njeri në mënyrë që Allahu xhalla wa ala t'ju shpërblej juve. Ka kërku prej besimtarve me bën ndërmjetësim për vëllezërit e tyre nevojtar. Wal yaqdi Allahu ala lisani rasulihi ma sha. Ndërsa Allahu xhalla wa ala cakton çdo doj përmes gjuhës së të dërguarit të tij. Është për qëllim që ka mundësi një njeri me bësh shefat dhe ndërmjetësim për dikon tjetër, edhe ajo mos me u pranu. Një vëlla ka nevojë për një shumë caktuar me 10.000 euro. Bojna shefat për të dikush që ka mundësi më ja jep. Edhe ai në fund nuk ja jep. Na kena prapë shpërblim te Allahu xhalla xhelaluhu. Pastaj në kapitullin e radhës të 38 në renditje, e titullon Imam Buhariu me një pjesë të një fjalisë që ka thonë një sahabi kur e ka cilësu pejgamberin sallallahu alaihi wa alihi wasallam: "Lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë vulgar as në të folur
e as në sjellje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka fol keq, edhe nuk është sill keq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i sjellshëm edhe kur ka fol edhe kur u sjell me njerëz. Ky është qëllimi i kësaj fjale apo i këtij titulli. Këto sjell një hadith nga Masruq rahimahullah, që ka qenë prej tabinëve, i cili thotë dakhalna ala Abdullah ibn Amr hina qadima ma'a Muawiyah ila al-Kufa. Kur Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhu zbashku me Muawiya radhiyallahu anhu kanë ardhur në Kufa, thotë unë edhe një grup i shoqënisë kena hyte këta dy, të Abdullah ibn Amri dhe të Muawiya kur kanë ardhur në Kufa. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. Kjo është fjala Abdullah ibn Amrit. Thot nat mejlis na ka thon Abdullah ibn Amri duke cilësu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vulgar as në të folur e as në sjellje. Edhe pastaj ja ka treguar një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thot inna min akhyarikum ahsanakum khuluqa. Me të vërtet më i miri prej jush, më i miri në mesin tuaj, më i miri prej besimtarëve në çdo kohë, është ai i cili ka moralin më të lartë. Ai i cili ka moral më të lartë, ai është njeri më i dashur te Allahu xhalla wa ala. A për moral të lartë jena duke fol prej fillimit të kësaj serisë, prej fillimit të komentimit të këtyre 9 kapitujve të kapitullit të Tika dhe mirësjellja. E sa i përket këtij morali të lartë, padyshim që pejgamberi jon sallallahu alaihi wa alihi wasallam është imami i njerëzve, edhe në këtë fushë, fushën e sjelljes të mirë dhe të edukatës dhe të moralit mirë, ku thot Allahu xhalla wa ala në surën Al-Qalam për të, nun wal qalami wama yasturun. Betohet Allahu xhalla wa ala në lapsin edhe në atë që shkruhet me laps, e që janë fjalët e dietarëve. Ai që shkruhet prej hajrit me laps, Allah betohet edhe në laps edhe në atë që shkruhet. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Tregon se ti o Muhammed me këtë mirësi që Allah xhalla wa ala ta ka jep ty, e që është shpallja, ti nuk je majnun, ashtu siç po të cilësojnë ju besimtarët. Majnuni vjen i çmendur. Ju e dini që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se më u shpallja e fundit Kur'ani, në mesin e kurrejshve ka qenë as-sadiqul amin, që shto kanë thirr, njëri i sinqert dhe njëri besnik. Çdo çështje ja kanë besu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për një moment, brenda ditës apo brenda pak ditëve, është bu kadhib, gënjeshtar, sahir, sihirbaz, majnun i çmendur, veç për shkak që i ka zbrit kjo mirësia Allahu xhalla wa ala, e që është shpallja. Allah i thot për shkak të kësaj shpalljes që të ka zbrit ty, ti nuk je majnun. Mos u prek për fjalët që i thonë ata. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Edhe ti o Muhammed ke shpërblim tepër të madh, të pandërprer. Wa innaka la ala khuluqin azim. Edhe me të vërtetë, pasi që u betu Allahun lapsin, dhe në atë që shkruhet me laps, i thot wa innaka la ala khuluqin azim. Dhe me të vërtetë o Muhammed je në një shkallë tepër të lartë të moralit. Imami jon në gjithçka, pejgamberi jon sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ajo e dini se kemi përmendur fillim besoj në dersën e parë fjalën e Aishës radhiyallahu anha, e cila kur e cilson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thot kana khuluquhu al-Quran. Me të vërtetë sjellja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe morali i tij ka qenë vetë Kur'ani. Gjithçka që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithçka që ka fol, ka qenë në përputhshmëri të plot me Kur'anin fandart, me fjalën e Allahu xhalla wa ala. Për atë arsye Allahu xhalla wa ala e ka bë për neve pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shembullin më të mirë. Për shkak se çdo send që e ka fol, edhe e ka vepruar. E ky është njëri që do të më marr për shembull. Edhe në kohën tonë nuk mirën për shembull njerëz që të flasin edhe nuk veprojnë. Se me fol është lehtë, me fol mirë është lehtë, edhe me marr ders është lehtë, edhe me këshillu të tjerë është shumë lehtë. Po ajo që është e vështirë është me praktikuar çfarë. E ku të sheni dikon për hoxhallarëve që flasin të vërtetën, edhe kujdesen për besimtarët musliman, po edhe pasojnë vetë ata, atëherë pasojnë ata njerëz. Sa ata janë pasuste pejgamberëve të Allahu xhalla xhelaluhu. Pejgamberët e dini që nuk kanë trashëguar diçka tjetër veçse diturinë. Lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, warathu al-ilm. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata kanë trashëguar diturinë, as dinar as dirham. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Kush do të trashëgon këtë trashëgimi të pejgamberëve, le ta dinë që ka marrë një pjesë të madhe, një hisë të madhe të trashëgimisë së tyre. Pastaj hadithi i radhës
është një hadith që edhe ky është përmend në kapitujt e kaluar, hadithi i Aishës radhiyallahu anha, kur disa jahudi kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë thënë assalamu aleikum, vdekja qof mbi ty. Aisha radhiyallahu anha kena treguar që ka thonë wa aleikum wa la'anakumullah wa ghadiba aleikum. Edhe mbi juve qoft vdekja, Allahu ju mallkoft dhe Allahu qoft i hidhruar me juve. Ka shtu hala ma shumë diçka. Ata kanë thonë veç assalamu aleikum, Allahu të vraf, si më thonë, o Muhammed, kjo ka thonë Allah dhe ju vraft edhe ju mallkoft edhe qofti hidhru me juve. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë rasti ka thonë mehlen ja Aisha. Qetësohu, ka daldala o Aisha. Alejki bir rifq. Ty takon me usill mirë, me butësi. Wa iyaki wal unf wal fuhsh. Aty nuk takon asesi me usill me ashpërsi, apo me thonë fjalë të këqija. Aisha radhiyallahu anha i thot: "Awalam tasma' ma qalu?" Te ja Rasulullah, ja si dëgjove çka thanë ata? Assalamu aleikum, vdekja qof mbi ty. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Awalam tasma'i ma qultu?" Atë s'm keni çaj thashun aty na? Kum thon wa aleikum. Çfarë s'm kanë thonë ata mu? Allahu të vraftë, nuk më thonë edhe juve. Fa yustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fiyah. Kjo është dallimi i madh që kena përmendur në dersën e fundit, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mund pranohet duaja kundër tyre, e atyre nuk ju pranohet duaja kundër meje. Kjo është dallimi i madh. Pastaj në vazhdim Imam Buhariu, Allahu mëshiroft, sill hadithin e Enesit radhiyallahu anhu, Anas ibn Malik, i cili thot lem yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sabbaban. E cilëson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe tregon se si nuk ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot nuk ka qenë sabbaban. E para s'ka qenë ofendues. Si ka shon njerëz, s'ka ndodhur kjo prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shadikon. Lem yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sabbaban wala fahashan. As nuk ka fol fjalë të ndyta, fjalë të këqija. As se ka shadikon, as se ka ofenduar dikon, po as nuk ka fol fjalë të këqija. Edhe e treta, wala la'anan. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë mallkues. E ne duhet me u udhëzu me këto cilësi që kanë cilësu njerëz të sahabit që kanë njoftë mas mirë të pejgamberin alayhis salam. Na do të më marr këto cilësi. Mos më kon as na ofendues, as në besimtarëve, as në tjerëve. As mos më kon njerëz që shojmë ose që ofendojmë ose që mallkojmë. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë i tillë. Edhe është interesante Enesi që ka nejt 10 vjet në shërbim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cilëson me këto fjalë. 10 vjet i ka shërby. Thot, kana yaqulu li ahadina 'inda al-ma'tibah. Kur ka dasht me çortu dikon, çysh e ka çortu? Çka ju ka thon? Subhanallah. Ma lahu tariba jabinuh. Çfarë ka ai ju pluhëros balli. Është sikur lloj shprehje që u kon para se marrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam te arabt. Ju pluhëros dikujt na balli. E që është një farë fjalë që as nuk është për qëllim që me ra dikush për shembull me kryen tokë e me vra ballin ose me ju pluhëros balli, po është vetë fjalë goje, subhanallahu, që kanë përdorur arabt edhe para ardhes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur ka dash dikujt na mja të rregvrejtin, ç'është i ka thonë? Ose Muadhe që ka thonë thekilet ke ummuk, të hub ty nana Muadh. Do thonë, se më thonë, edhe kjo fjalë u përdor në kohën e para shpalljes. Mirë, pastaj vjen rënditja e hadithit tjetër i Aishës radhiyallahu anha, e cila thotë që një prej njerëzve ista'dhana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhur në mejlis të shtëpia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe ka kërku leje me hy brenda. Faqala, edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, falamma ra'ahu qal, kur e ka pa kush është, pejgamberi alaihi wasallam ka thonë bi'sa akhu al-ashira wa bi'sa ibnu al-ashira. Mirë fisi për këtë vëlla, mirë fisi për këtë birë. Do thonë, sa vëllai keq është ky, sa fëmijë keq është ky. Mirë ata për ta. E ka thonë këtë fjalë para Aishës radhiyallahu anha, edhe para dikujt që ka qenë aty në mejlis. Falamma jalas tatallaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi wa inbasata lahu. Por thot Aisha radhiyallahu anha, kur i ul pran ai njeri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i buzëqeshi atij në fytyrë.
edhe pse e ka di që është njeri i keq. Edhe pse thonë dietar ky njeri u kon munafik. U kon për njerëz që e ka shfaq Islamin, po në zemër e ka pas kufrin. Për atë arsye ka thonë ashtu, ose ka pas cilësi shumë të këqija, për cilat është dashur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me reagu para njerëzve, me tregu që ky nuk është njeri i mirë, do të më pas kujdes prej këtij. Këto janë të lejuara, nuk është kjo gibet nëse besimtarët kanë mundësi me pas dëm prej dikujt prej besimtarëve, lejohet mi paralajmëru ata. Edhe jo që lejohet, po edhe është e kërkuar. Në këtë rast thuhet që ky njeri ka qenë munafik. E kur ka himrena thot Aisha radhiyallahu anha, tatallaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi, i ka buzëqesh në fytyrë, wa basata ilayhi, dhe bëri atë të ndihej rahat. Falamma intalaqa ar-rajul qalet lahu Aisha. Kanajt edhe kur ka shkuar njëri, Aisha ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ja ka nis me fol me to, ka dashur me pyet më një herë çka puna e këtij njerit. Edhe i thot ja Rasulullah, hina ra'aita ar-rajula qulta lahu kadha wa kadha. Ti kur e pa këtë njeri në fillim e the çka the? Mirë për ta, si më thon, ta afërmit e tij, sa vllai keq, sa fëmijë keq është kë. Thumma tatallaqta fi wajhihi wa inbasatta ilayhi. E pastaj ti i buzëqeshën në fytyrë dhe ke bua ata me undi rahat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot ja Aisha, meta ahidtini fahasha. O Aisha, kur ke parë tek ndonjë sjellje të keqe? Do thonë nuk është kjo sjellje apo kjo fjalë pa nevojë. O Aisha, kur ke parë tek në sjellje të keqe? Inna sharra an-nasi 'inda Allahi manzila yawm al-qiyamah man tarakahu an-nasu ittiqa'a sharrihi. Edhe i përmend një grup njerëzve që njerëz më të këqij që kanë vënë më të keq në ditën e gjykimit të Allahu xhalla wa ala. Ata janë njerëz që në ditën e gjykimit dalin te Allahu xhalla wa ala, edhe njerëz i kanë braktis ata për me urrujt pe sherrët e tyre. Do të thonë njerëz i kanë braktis njerëz të tjerë për me urrujt prej sherrët e tyre. Këta njerëz janë njerëz më të keq që kanë pozitën edhe vendin më të keq te Allahu xhalla wa ala në ditën e gjykimit. Ana siç tham, Allahu xhalla wa ala e ka mësuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me vepru kështu, me u tërheq vrejtën njerëz të tjerë e para, apo edhe më u thonë që ky njeri është munafik. Kjo nuk është prej besimtarëve. Këtij veprimi që ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë njeri i thonë al-mudarah. Edhe kjo është e lejuar edhe pëlqyme në dinën e Allahu xhalla wa ala. Çka është kjo al-mudarah? Kjo është mu sill mirë me dikon për me rujt dinin tënë fejnë tonë edhe me rujt vetën që mos me u dëmtu prej ti. Nëse është një njeri edhe nëse takosh me ta, ki rrezik prej ti, dëmtohesh në fejnë tonë, dëmtohesh në pasurinë tonë, dëmtohesh në familjen tonë, në çka do koft. Atëherë është e lejuar me nejt me të pak, me buzëqesh në fytyrë, me ia thonë fjalë të mirë sa me largu edhe me heq qafe që thonë. Kjo është al-mudarah, kjo është e lejueshme edhe e preferueshme. Nga se vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bu. Kjo është domethënë me rujt ahiretin përmes dynjas. Ndërsa ajo që nuk lejohet është al-mudahana. Ajo është e kundërta. Me rujt dynjan tonë përmes fesë. E që kjo nuk lejohet. Me jep diçka prej fesë, me lshu parimet e tua fetare për çështje të kësaj dynjas. Kjo patjetër që nuk lejohet në shariatin e Allahu xhalla wa ala. Pastaj në nën kapitullin e radhës, Imam Buhariu sjell disa hadithe tjera dhe titullon këtë nën kapitull Husnul khuluq was-sakha wa ma yukrahu min al-bukhl. Sjellja e mirë, bujaria dhe ca gjëra të urryera në lidhje me kooperacinë. Sjellja e mirë para, bujaria dhe disa gjëra të cilat janë të urryera nga kooperacia. E sjell një fjalë të Ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, djalit të Hoxhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë kanë an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më bujar. Këtë në kapitull flet për bujarinë dhe kooperacinë. Njeri më bujar që ka ekzistuar ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dhe kulminacionin e bujarisë e ka arrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në muajin Ramazan. Që lusim Allahu xhalla wa ala më na mësume arrit.
Pastaj sjell një fjalë tjetër të Abu Dharrit radhiyallahu anhu, i cili thotë lemma balaghahu mab'ath an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala li akhihi irkab ila hadha al-wadi fasma' min qawlihi faraja faqala ra'aytuhu ya'muru bimakarimi al-akhlaq. Kur e ka marrë vesh Abu Dharri që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vendodhjen në vendin e caktuar te një lugin, i ka thonë vllaut vet shko te ajo lugin. Edhe dëgjoj se çka po flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shko dëgjoje. Çfarë fjalë po thot? Çka po bën? Çfarë sjellje ka? Thot kur u kthye ai tha e pash duke urdhëruar për moralet e larta. Kjo që ka thënë pak më herët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Surën al-Ahzab thot Allah xhallahu wa ala, shembullin më të mirë keni pas te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky thot ka urdhëruar për moral të lartë. Po Allahu xhallahu wa ala para se me urdhëruaj, ja ka mundsu vetë me pas moralin e lartë, siç thamë në surën al-Qalam, wa innaka la ala khuluqin azim, me të vërtetë o Muhammed jeni një shkallë të lartë të moralit. Pastaj sjell hadithin e Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili thot kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsana an-nas. Tash këto cilëson çysh ka qenë pejgamberi alayhis salam. Maharet i patën 3 cilësi, cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka pas. Tash 3 cilësi cilat i ka pas. E para, thotë Anas radhiyallahu anhu, ahsana an-nas. Ka qenë njeriu më i mirë. Këto zakonisht e thonë njerëz për do njerëz që nuk rrinë me ta dhe nuk i shohin shpesh, edhe i kanë pa dikun një herë ose dy dhe thonë është njeri më i mirë. Rralla ndodh me nej dikush me dikon shumë. Edhe mi shërby, për shembull si në këtë rast Enesi 10 vjet shërbëtori pejgamberit alayhis salam kon. Mi shërby e me nejt me ta me pa çdo ditë, edhe me thonë kon njeri më i mirë. Rrall nuk ka as gratë për burrat vet, as burrat për gratë vet nuk thonë kur është njeri më i mirë. Përkundrazi. Kështu që Enes radhiyallahu anhu thotë kana ahsan an-nas, ka qenë njeriu më i mirë. Wa ajwad an-nas, edhe njeriu më bujar. E dyta, edhe e treta, wa ashja' an-nas, njeriu më trem. Këto 3 cilësi pejgamberi sa ka pas. Më i miri, më bujari, edhe më shumë të që ka pas trimri. Edhe përmend tash një rast që ka ndodhur në Medinë. Thot wa laqad fazi'a ahlu al-Madinati dhata layla. Në natë prej natëve Medinas janë friksu, edhe i ka kap paniku i madh. Për shkak se kanë dëgjuar një zhurmë të madhe në Medinë. Fantalaqa an-nasu qibala as-sawt, edhe ja ka nis njerëz me dal, u drejtu ka çaj zhurmë, ka çaj zot që ka ni. Fastaqbalahum an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kur kanë arrit aty, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam i ka prit aty. Ju ka parapri, ka shku i pari të zhurma që është dëgju. S'ka prit me thonë, hajle dalin sahabitët e këshyrin që ka ndodhë. Tani që ka nevojnë është të dalë edhe unë. Natë konë, su konë ditë, natën ka ndodhë kjo. Kur kanë shku aty, kanë gjetë pejgamberin sallallahu alaihi wa sallam. Qad sabaqa an-nasa ila as-sawt, thotë Enesi i ka parapri njerëzve, ka shku te zhurmi i pari. Wa huwa yaqulu lan tura'u. I ka qetësu besimtar subhanallahu. E ka ditë që ata janë friksu, janë çupe gjumit nashta dhe kanë dalë me këtu çka ka ndodhur. Ju ka thonë lan tura'u. Mos u friksoni. Wa huwa ala farasin li Abi Talha uryin ma alayhi sarj. Dhe ka cilësu në çfarë gjendi ka ardhur pejgamberi alayhis salam. Ai që ndronte mbi një kal të pashaluar, që s'ka pas shal hiç. Edhe u koni Abu Talha radhiyallahu anhu. Fi unuqihi sayf, në qafën e tij e kishte varur një shpatë. Thonë ka qenë i gatshëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çfarë do rreziku. Ka shku i pari, ka shku me kali, se ka qitë as shalën hiç edhe ka marrë shpatën me vete. Edhe kur kanë ardhur njerëz të tjerë, ka thonë lan tura'u. Mos u friksoni. Fa qala laqad wajadtuhu bahra aw innahu la bahr. Edhe në këtë rast pejgamberi alayhis salam i ka pëlqyer ai kali Abu Talhas, edhe ka thonë çen ka kal i furishëm si deti. Ka pa që ai kal ka pas forcë dhe ka pas shpejtësi. Edhe ka pëlqyer pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Pastaj sjell një hadith tjetër Imam Buhariu, hadithin e Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, i cili thot: "Ma su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam an shay'in qattu fa qala la." Kur në jetën e tij pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam nuk është pyet për diçka, s'u ka kërkuar diçka, e që ka thonë jo.
s'ka pas mundësi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mi kërku diçka, qoftë tesh personale, qoftë pasuri prej llojeve të ndryshme, çka do që i kanë kërku, qoftë me fol me të. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndarë shumë kohë me fol personalisht me sahabi kur kanë pas nevojë për të. Krejt kohën që ka pas se ka jep për hir të Allahut fi sabilillah. Për ata thë Xhabiri s'ke pas mundësi të mi kërku diçka pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e mos me ta jep ata pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Disa raste edhe kena përmend gjatë komentimit të këtyre haditheve. Ndër to është rasti i Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, i cili njëherë prej herave shkon në Medinë edhe e blen një tesht mirë, një gjybë shumë të bukur. Edhe ja jep atë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja dhuron. Ajo gjybë ka qenë Sejf ibn Dhiyazen, një prej mbretërve të mëdhej të Yemenit, njëri shumë i madh. Kur ka vdekur ai tani kanë shit gjybën e tij. Edhe kanë prunë Medinë u shit me një çmim shumë të lartë, edhe ka blek kjo sahabi Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu. Edhe ja ka dhuru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vesh. E ka marrë një kohë vesh kur ka ardhur Usame ibn Zeid radhiyallahu anhu, e ka pa edhe ja ka jap Usames me një herë gjybën e Sejf ibn Dhiyazen, mbretit të Yemenit. Pse se si ka bëu përshtypje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam asnjë sen i kësaj dynjas. Pastaj kena përmend kur Hakimi ka pa ka taku tani këtu Usamen to ecë nëpër Medinë, u çuditë dhe ka thonë çysh ti me vesh këtë tesh që unë ja kum ble pejgamberit alayhis salam, këtë tesh e ka vesh një mbret i Yemenit. Ai ka u betun Allahun azza xhela dhe ka thonë pasha Allahun, unë jam më i mirë se sa ai mbret. Edhe baba jam është më i mirë se sa baba e atij mbretit. Edhe nana jam është më e mirë se sa nana e atij mbretit. Afa naj'alul muslimina kal mujrimin, ma lakum kayfa tahkumun. Ati bojmë na besimtarët të Allahu azza xhela sikurse kriminalët ju besimtarët, ç'është puna me juve si po gjykoni. Rast tjetër prapë është një rast me Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, i cili në fillim thot që ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa sa'altuhu, kam kërku pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pasuri. Thot fa a'tani, më ka jep prej pasurisë. Thumma sa'altuhu fa a'tani. Pastaj prapë kam kërku prej pasurisë, prapë më ka jep për herë dy. Thumma sa'altuhu, për herën e tretë prapë ka kërku fa a'tani, dhe prapë më ka jep. Thumma qala li, masi që ka jep 3 herë pasuri, i ka thonë, ja Hakim, inna hadha al-mal khadiratun hulwa. Ka thonë, o Hakim, me të vërtet kjo pasuri është sikur se një frut i freskët edhe i ëmbël. Krejt lakmojnë të, krejt e dojnë. Faman akhadhahu bi sakhawati nafsin burika lahu fih. Kush do që merr atë pasuri me ndershmëri, e fiton në mënyrë halal edhe me nder, atëherë Allah ja bereqen të. Wa man akhadhahu bi ishrafi nafsin lam yubarak lahu fih. E kush do që merr këtë pasuri nga pangopsia, veç sa më shtu pasurinë, atëherë thotë Allah nuk ja bereqet në atë pasuri. Kalladhi ya'kulu wa la yashba. Ky njeri është sikur se ai i cili han edhe kur nuk ngopet. Ai njeri që kërkon pasuri, veç sa më shtu është sikur sa që veç han gjithë edhe kur nuk ngopet. Edhe pastaj ja pat rregullën e famshme edhe shumë e rëndësishme pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thotë al-yadu al-ulya khairun min al-yad as-sufla. Me të vërtetë dora e lartë, e lartme është më e mirë se sa dora e poshtme, që është për qëllim ajo dorë e cila jep në rrugën e Allahut, është shumë më e mirë se sa ajo dorë e cila merr. Pastaj raste të tilla, subhanallahu, kena shumë. Ndërto është rasti Safwan ibn Umayya, cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas luftës së Hunenit ja ka jep 3 herë ka 100 deve që kanë pas prej fejit. 3 herë ka 100 deve. Me qëtë dhurat që ka e pejgamberi sa më këti njeri, e ka bo mas pak të milioner për në të kohë. Edhe sot një deve në kohën tonë, shitet me miliona. Sot ka deve ndryshme që veç një deve tyne, shitet mas shumë se sa $1 milion, jo real, ose diçka po dollar. E pejgamberi sa më në të kohë ja ka jep 300 deve hedi e këti Safwan ibn Umayya. Ky njeri thot deri sa kum taku pejgamberin alayhis salam, ka qenë njeri më i urrymtë on. Kur e kum taku u bë njeri më i dashur ton. Për këtë pejgamberi alayhis salam për këtë arsye ka thonë tahadu tahabbu.
Nëse ju jep një hedije ndërmjet vete, ajo hedije bëhet shkak që me dash njëri tjetër. Dhe ky njeri prej njerit më të urrym e ka bën njerin më të dashur edhe pastaj ka pranuar Islamin edhe ka pas sukses subhanallahu. Kjo ka qenë daveti i pa lodhur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në hadith tjetër, hadithi Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu te Muslimi, thot që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka jep 4 njerëzve ka 100 deve. Ndërta Abu Sufjani radhiyallahu anhu. Tani që ky i dyti, Safwan ibn Umayya. Tani një njeri tjetër që ka pas emrin Uyayna ibn Hisn, edhe njeri i katërt Al-Aqra ibn Habis. Këto 4 njerëz thot Rafi' ibn Khadij ja ka jep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka 100 deve. E qenë 400 deve. E përmend edhe një njeri tjetër të pestë, do thot atij ka jep pak më pak. Thuhet që ka ardhur njëri dhe u anku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ja Rasulullah, filani këta janë në shoqërinë më të se unë, ja ka jep ka 100 deve. Mos mi ka pak më pak. Thot ja ka shtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa ja ka boll atij 100 deve. Pastaj vjen hadithi tjetër, hadithi i Masruqut, që ka qenë tabiin, i cili thot kunna julusan ma'a Abdullah ibn Amr yuhaddithuna. Kemi qenë me një prej mejliseve me Abdullah ibn Amrin, edhe ai ka fol. إذ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. Pejgamberi صلى الله عليه وسلم s'ka qenë vulgar as në fjalë as në sjellje. وإنه كان يقول Pejgamberi صلى الله عليه وسلم ka thënë إن خياركم أحاسنكم أخلاقا وسأحسنكم أخلاقا. Më i miri prej jush është ai i cili ka moralin më të mirë. Pastaj sjell një hadith tjetër, hadithin e Sahel ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu, i cili thot ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi burdah. Një grua ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ja ka sjell një pelerin, një gjybe, një tesh të bukur. Edhe i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, aksuka hadhihi. Ta kumpru ja Rasulullah kët pelerin që ti me vesh ata, me përdor. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها. E ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhurat për shkak se të transmetuesi ka pas nevojë për të, edhe e ka vesh. Ka pas nevojë për të, për çfarë ka marrë edhe e ka vesh. فرآها عليه رجل من الصحابة. Një prej sahabive e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që e ka vesh një tesh 30 mirë edhe të bukur. Edhe çka ka kërkuar prej tij, pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ja Rasulullah, ma ahsana hadhihi faksuniha. Ja Rasulullah, sa të mira paske që gjybe. Apo ma veshti mua ata. Më një herë ka kërkuar pe pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, فقال نعم. I ka thonë po. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه. E kur u ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe u largu prej atij mejlisi, thot e kanë kritiku kët sahabi shokët e tij. Qysh ka ly pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një herë këteshën e re. I kanë thonë ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها. S'ke bo punë të mirë, ke gabu shumë. Kur e ke pa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas nevojë për atë tesh, edhe ti ja ke lyp ata. ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. Ke gabu shumë kur e ke di që pejgamberi alayhis salam kur ti lypet diçka s'ka mundësi mos me jap. E ke ditë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta jep sigurt. Po edhe ke ditë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me të vërtet ka nevojë për ta. Ke gabu kur ja ke lyp. E ky sahabi radhiyallahu anhu e ka pas një arsyetim ka gjatë mirë pse ja ka lyp pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. E kum shpresu bereqetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se e ka vesh ato pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se kum lyp veç hajt se më ka pëlqy. Jo po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka prej ka tesh me trupin e tij. Për atë arsye kum shpresu që marr diçka prej bereqetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për çfarë ja kum lyp. Kjo arsyeja e parë. Edhe arsyeja e dytë, la'alli ukaffanu fiha. Ka shpresu që ajo tesh e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me përcjell deri në ahiret, edhe mu bo qefini i tij. Edhe për këto dy
arsye ja ka lyp teshën e re pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pastaj është edhe hadithi i fundit për këtë kapitull, hadithi e Abu Hurajrës radhiyallahu anhu, në cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam flet për disa gjëra ndërto edhe për të kundërtën e bujarisë që është kooperacia. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yataqarabu az-zaman, ka më u afru koha, ka më u shkurtu koha. Edhe njerëzit kanë më vdek më herët, edhe në moshë më të re. Wa yanqusu al-amal, edhe kanë më u paku veprat. Njerëzit kanë filluar mos me bë vepra të mira, kanë më u paku veprat. Wa yulqa ash-shuh, dhe do të ju godas kooperacia. Ash-shuh është kooperacia. Yulqa i bën kam ju gjujt, kam ju hi thellë në zemër kooperacia. Edhe nuk keni me jap në rrugën e Allahu xhalla wa ala. Wa yakthuru al-harj, edhe kam ushtu al-harj. Kan thonë ja Rasulullah, wa ma al-harj? Çka është al-harj ja Rasulullah? Se kanë ditë çka i bën kjo fjalë, ka thonë al-qatl, al-qatl. Ka thonë është vrasja, vrasja. Kam ushtu vrasja. Këto janë fjalë të cilat i ka folë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një kohë që ka pas me ardh, mas kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që patjetër që ka ardhur kjo kohë. E para, yataqarabu az-zaman, po kalon koha tepër shpejt, u afro koha, po desin njerëz e ri shumë shpesh. Wa yanqusu al-amal, edhe po paksohet vepra, kush për neve sot Allahu na fal bën vepra që i kënaqin Allahun xhalla wa ala. Vepra të shumta. Wa yanqusu al-amal. Wa yulqa ash-shuh, edhe ka hi fal zemrat e tona Allahu na rrit kooperacia. S'ka më njerëz bujar një ngishta. Shumë pak në çdo vend. Wa yulqa ash-shuh wa yakthuru al-harj, edhe shtohet vrasja, që lutim Allahun xhalla wa ala me na rujt prej krejt këtyre që janë përmend. Pastaj e sjell hadithin e Enesit radhiyallahu anhu. Ky hadith i ke para fundit, tash është hadithi i fundit, ku thotë khadamtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. I kum shërby pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 10 vite. 10 vite radhazi, i kum shërby pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fama qala li uffin. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk më ka thonë mu as uf. Do thonë me shprehni pak natësi me fjalë. Me dy shkronja, uf. Ose trise me të zhdit. Do thonë as uf si ka thonë. Lemu diçka më shumë. Wala lima sana'at. E as për diçka që e kum bo, kur s'm ka thonë pse ti e ke bo këto Enes. E as për diçka tjetër, wala alla sana'at. As për diçka tjetër që nuk e kum bo, kur s'm ka thonë pse Enes nuk e ke bo këto. Kjo është sjellja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me kan me shërbëtorin e tij që i ka shërby 10 vjet, që ka prunuar ana vet vogël e ka thonë ja Rasulullah po du me lon te ti. Alama shkon sjellja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me njerëz të tjerë që s'kan shërbëtorin, kon njerëz të mëdhenj, ju kon gratë tij ose shok tij ose bashk udhëtar tij, njerëz që kanë bërë xhihad me të, njerëz që fal një të xhami me të. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Edhe në kapitulli i fundit për sonte, që është në kapitulli i 40, këto e sjell Imam Bukhariu vetëm një hadith, hadithin e Aishës radhiyallahu anha, e cila thot ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahlihi. Thot që është pyet prej al-Aswad. Al-Aswad një tabin, e ka pyet Aishën radhiyallahu anha, ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahlihi. Çka ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u kon në shtëpitë vet me familjet vet? Çu sillet çka ka bëu? قالت është përgjigja Aisha radhiyallahu anha, kana fi mihnati ahlihi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në shërbim të familjes së tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në shërbim të familjes së tij, të grave të veta, edhe të fëmijëve të vet. Fa idha hadarat as-salah qama ila as-salah. Sa herë që ka ardhur koha e namazit, ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhami me fal namazin. Këtu përfitojmë më shumë se një përfitim. E para që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me durët e tij edhe me qenin e tij i ka shërby familjes vet. Von ka shërby për gratë e tij. Kjo e para. E dyta, që gratë e tij dhe familjarët e tij s'janë bosh shkak që më largu pe përmendjes sallat. Ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Allah thot, o jo besimtar, dijeni që prej grave tuaja dhe familjarëve fëmijëve tuaj ka që i kanë armiq këta njerëz. Fahdharuhum, runu për tyne.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e kalon me argjendja kështu që ka cilësu Allahu xhallahu ala. Për shkak se më një herë si ka ardhur koha e namazit u quhet dhe ka shku namaz. E çysh bëhet njëri ose çysh mundet më bëu familjar jot armik i jote që shto me të largu prej përmendjes të Allahut, me të largu prej namazit me xhamat. Mu bësh shkak që ty me dal namazit pe kohës vet. Mu bësh shkak që ti me lshu pen në çështjet fetare. Atëherë edhe gruaja, edhe fëmijët edhe krejt njerëz të afërt mund me u bë armiq të njerit, Allahu na rujt. Është interesant, subhanallahu, që i ka bashku të dyjat. Aisha radhiyallahu anha, thotë ka qenë shërbim të familjes, po sigur më thon u kon shërbim të Allahut më shumë se sa shërbim të familjes së tij. E sa i përket namazit që Aisha radhiyallahu anha i ka jep shumë vlerë në këtë hadith, dinë që edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka jep këtij adhurimi apo këtij ibadeti një vlerë tepër të madhe. Edhe me këtë ibadet, me këtë namaz i ka dallu besimtarët prej jo besimtarëve. Janë dy hadithe të njohura në cilat flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë çështje. Është hadithi i Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma në Sahihun e Muslimit, në cilin thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal-kufri tarku as-salah." Mes njeriut dhe mes shirkut dhe kufrit është lënia e namazit. Do thonë në njëri është çito është kufri dhe shirku. Për u bashku njëri me ran kufër dhe shirk, do të me lënë namazin. Në transmetim tjetër të Muslimi është i njëjti hadith veç e përforcon gjuhësisht. Thot inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal-kufri tarka as-salah. Me të vërtetë mes njeriu edhe rënies në kufër dhe në shirk është lënia e namazit. Është edhe hadithi tjetër, cilën transmetojnë Imam Ahmedi, Imam Tirmidhiu, Nesaiu dhe Ibn Majah, që është hadithi i Burejda ibn al-Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu, cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah." Marrëveshja dhe dallimi mes neve edhe atyre, mes besimtarëve dhe jo besimtarëve, është namazi. Faman tarakaha faqad kafar. Kush do të lën namazin, vetë le ta dinë se ka rënë kufër, në mos besim. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Dallimi mes neve dhe atyre është namazi. Faman tarakaha, kush do të lën namazin, faqad kafar, le të dinë që ka dalë kufër dhe ka dalë prej islamit. Këto vjen një pyetje, me çka ka ndihmu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij? Se na mundna me thonë që ka ndihmu veç personat që kanë të bëjnë me ibadet drejt për drejt që lidhen. E cilësojnë subhanallahu në hadithe ndryshme, Imam Ahmedi transmeton hadithin Aisha radhiyallahu anha, ku pyetet prapë se çka ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij, thot kana basharan min al-bashar. Pejgamberi sa thot ka qenë njeri prej njerëzve, njëjtë sikur njerëz të tjerë. E vërtetë ka pas shpalljen prej Allahut azza xhel, u kon pejgamberi i fundit, po u kon edhe njeri sikur krejt njerëz të tjerë. Çka ka bënë në shtëpinë e tij? Thot yafli thawbahu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pastronte rrobat e tij. Me durët e tij sallallahu alaihi wasallam i ka pastruar rrobat e veta. Wa yahlibu shatahu. Edhe e mjelte delën e tij. Vetëm me duart e tij sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yakhdimu nafsahu. Edhe i ka shërby vetës vet. Për ata që ka pas nevojë ka shërby vetës vet. Nuk e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam adet me thon bëma çita shkoç atje bënë këto në shtëpi vet. Jo, jashtë para njerëzve të tjerë u kon prisi besimtarëve, u kon imami i tyre në namaz, u kon imami i tyre në haxh, u kon imami i tyre në xhihad, u kon njëri kryesor që ka pas nevojë me pas shërptor, edhe njerëz afër tij që i rrin gati. Po, amo në shtëpinë e tij u kon njëri i thjeshtë, u kon burr i çatën e grave dhe u kon babi i çatën e fëmijëve. Yahlibu shatahu, ka mjel delën e vet, u yakhdimu nafsahu, edhe ka shërby vetës vet. Edhe yafli thawbahu, i ka pastruar rrobat e tij. Në transmetim tjetër, që është transmetimi i Imam Ahmedit, edhe kë, kur e pyesin i thonë gruzat Aishës radhiyallahu anha, a ka bëu diçka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpe? Është rivajet tjetër, thotë kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhsifu na'lahu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka arnu nallet e tij. Nëse ju kanë prish nallet e tij, ka arnu, i ka ndreq, i ka kep. Kjo sot nuk paramenohet që dikush prej burrave më marr
papuçet që kanë shky, me shku vetë me bleni lepak, me aqite, rrallë nështë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetë ka bu këto. Yakhsifu na'lahu wa yakhitu thawbahu. Edhe i ka qep teshat e tij, subhanallahu, kur i kanë shky. Ata s'kan pas tesha shumë, që më thonë mi ndru e mi gju pak si të shkyet. Jo, kur ka ndodhur me shky tesha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka marrë me durë të tij dhe ka kep vetë teshën e tij. Wa ya'malu fi baytihi kama ya'malu ahadukum fi baytihi. Edhe në shtëpinë e tij ka vepruar ashtu siç vepron dokush prej juve. Domethënë, ka tregu sahabive që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo do tabinëve ka qenë njëri i thjesht, u marr me punë të veta, nuk ka kërkuar shumë diçka prej tjetër kujna, edhe çka ka pas nevojë ka shërby vetes vet. E kështu do të më qenë edhe na lutim Allahun xhalla wa ala, na mundsoj me i përngjasu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sparin në zemrat tona, pastaj në sjelljet tona, pastaj në fizionomi tona. Me kaq mjafton person te wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.